do t'ju tregoj dy mënyra të cilat nxisin dhe rrisin kuptueshmërinë tek fëmia dhe gjithashtu stimulojnë të folurin tek fëmia. Atëherë, si fillim marrim 3 objekte të ndryshme dhe i vendosim përballë fëmijës. Normalisht ne do jemi ulur përballë fëmijës në mënyrë që të kemi mundësi që fëmia të na shikojë syt, mimikat e fytyrës, ndërkohë që ne flasim dhe komunikojmë me fëmijën dhe ndërveprojmë me fëmijën. Atëherë, si fillim, nëse duam të testojmë kuptueshmërinë tek fëmia, nuk i emërtojmë objektet, thjesht i vendosim përballë fëmijës dhe i themi me një komandë, për shembull, merre makinën. Dhe nëse fëmia merr kalin dhe jo makinën, këtu ne shikojmë pra që fëmia nuk arrin dot të bëjë lidhjen e fjalës makinë me objektin e makinës. Edhe nëse fëmia ndoshta ka mundësi ta marrë makinën të luajë me të ta shtyp, por nuk e njeh si emërtim. Pra që kjo është makina. Kështu që në këtë mënyrë ne kuptojmë se sa fëmia i kupton emërtimet e objekteve, pra se sa fëmia i njeh objektet në këtë rast. Dhe nëse fëmia pra nuk tregon makinën, atë çfarë ne i kërkuam, atëherë ne do e nxisim fëmijën, do e ndihmojmë. Dhe i themi sërish, merre makinën. Dhe për ta ndihmuar fëmijën, i marrim dorën e fëmijës dhe e vendosim mbi makinë dhe i themi merre makinën. Që të marrë makinën në këtë mënyrë, ne po e ndihmojmë fëmijën që të bëjë lidhjen dhe të kuptojë që makina është makina. Pra të lidhi fjalën me objektin. Momentin tjetër për të parë nëse njeh objektet e tjera, atëherë i themi merre kalin. Fëmia nëse merr kalin, atëherë kuptojmë që fëmia e njeh kalin. Pra e bën lidhjen e fjalës kali, pra emërtimin me objektin që ka përballë. Bravo, kali! Kali! Pra në këtë mënyrë ne testojmë, nxisim kuptueshmërinë tek fëmia dhe gjithashtu stimulojmë komunikimin. Pra sepse në momentin që ne marrim kalin dhe i themi kali, e emërtojmë, ne shoqërojmë tingullin që bën kali kur ecën dhe kështu me radhë, në këtë mënyrë ne po nxisim të folurin tek fëmia. Dhe normalisht kjo gjë do bëhet vazhdimisht, disa herë në ditë, një herë në ditë, çdo ditë, pra në mënyrë spontane me fëmijën, që fëmia të fillojë dhe të kuptojë dhe më pas të emërtojë. Në mënyrë tjetër, thjesht marrim një kuti. E mira do ishte të mos ishte të dukshme, pasi mund të bëhet më interesante për fëmijën që të mos i shikojë objektet, por për momentin kemi këtë ne. Dhe i ndorë brenda dhe çfarë do marrim tani? Topi! Shiko? Topi! Bam, 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 bam. Topi! Pra në këtë mënyrë emërtojmë topin edhe shoqërojmë tingullin që bën topi, për shembull. Bam, 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 sepse fëmia e ka më të lehtë që fillimisht të imitoj tingullin dhe më pas të bëj tingullin dhe më pas fjalën, sepse në momentin që ne do i prezantojmë më vonë topin, ai do bëj bam, 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 bam dhe do bëj lidhjen. Dhe kjo është një fjalë më pas. Dhe i rapi fëmijës dhe brava jote merre. Nëse fëmia nuk arrin dot ta rregullojë dhe kështu me radhë, atëherë do jemi ne që do ta ndihmojmë patjetër. I fusim dorën brenda dhe rrotullojmë. Shiko, ti more specin! Speci, sa i mirë, haje, fusim brenda. Këto janë dy mënyra shumë të thjeshta që stimulojnë të folurin tek fëmia dhe gjithashtu nxisin dhe rrisin kuptueshmërinë tek fëmia në mënyrë që fëmia të njohë sa më shumë objekte.